Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Rrëfime Jete. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Në fakt, unë mendova që kjo tema u mbyll. Këto ngjarje nuk janë më ngjarje të vazhdueshme, populli u vetëdijsua, populli u kulturua, populli u edukua, sepse e panë që është gabim të sillesh në atë formë, e panë që është e neveritshme të sillesh në atë formë, por fatkeqësisht dhe çuditërisht, ajo që ne pam dhe unë që pash në fakt, se nuk e di nëse e keni parë, në rrjetet sociale më tronditi pafund. Tani do të flas për një ngjarje, do me thënë brenda një jave ndodhen dy ngjarje të njëjta në dy vende fqinje. Në Shqipëri, tre vajza, tre bashkëmoshatare, vendosën që të rrahin dhe të maltretojnë bashkëmoshataren e tyre për një djalë, për një dashuri, do me thënë fëmijët, 17 vjeç, nuk e kanë mendjen te librat, nuk e kanë mendjen tek mësimi, nuk e kanë mendjen tek shkolla, por e kanë mendjen tek dashuria, e kanë mendjen të kapin ndonjë partner, e kanë mendjen të kapin ndonjë të dashur, e kanë mendjen të shijojnë ato emocionet e dashurisë, do me thënë ato janë iluzione, nuk janë emocione, se 17 vjeç vetëm dashuri nuk mund të kesh, po mund të kesh emocione, mund të kesh iluzione të çuditshme, fantazia në kokë që ti në fakt mundohesh t'ju avësh titullin dashuri. E njëjta ngjarje, vetëm pak ditë më vonë, nga gazetarja shumë e nderuar në Maqedoninë e Veriut Liridona Vejseli, u postua në Facebookun e saj ku tre vajza nga Kumanova, pothuajse bashkëmoshatare, aty me vite, dhunoni një vajzë 14 vjeçare, do të thënë ato tre tjerat ishin 17, 19, 18, dhunonin një vajzë 14 vjeçare, video e cila në fakt u bë shumë virale nëpër rrjetet sociale. Unë me thënë të drejtën u shokova dhe në fillim mendova që mund të jetë ndonjë rrjet që fshihet pas këtyre videove që asocon të këto vajza që këto të bëjnë skandale të tilla se erdhen aq afër me njëra tjetrën, sa që do të thënë ishte koincidencë e gjitha ngjarja. Pash 4 vajza, pash 3 vajza konkretisht që dhunonin vajzën e katërt për një djalë, Anit, nëse nuk gabojmë, e kishte emrin djali në fjalë, për dashuri. Imagjinoni, do të thënë fëmijë, prindërit, që unë të flas tani për prindërit. I çojnë fëmijët në për shkolla, por vajzat, do me thënë, nuk kanë mendjen të shkollat e librat, por kanë mendjen tek dashnorët. Tani, uroj që edhe në Maqedoni mos dalin këto vajzat me probleme mendore, ashtu siç doli ajo nëna, e ashtu quajtura nën e asaj vajzës nga Shqipëria dhe tha kanë vajzë me probleme mendore, ndërsa vajza me probleme mendore, çuditërisht, do me thënë, aq probleme mendore pas ka patur, sa që e ka shantazhuar dhe policin. Imagjinoni deri ku ka arritur ignoranca. Imagjinoni. Do me thënë kjo është ignorancë komplet, është ignorancë. Ditët që po vinë, unë them që janë ditë shumë të vështira për shoqërinë tonë. Tani, ku qëndron problemi? Stereospase nuk e ka gjetur dot psen, dhe pseja vazhdon të kërkohet sot e kësaj dite. Dhe unë mendoj që ne nuk arrim dot ta gjejmë problemin, sepse janë një vrulli madh problemesh që e ndërtojnë këtë problemin e madh. Nuk është një problem ky. Këtu janë shumë probleme që e sillin këtë problem. Dhe kjo është me të vërtet, po ua them, kjo është me të vërtet për të ardhur keq. Kjo është me të vërtet për të qarë. Sepse vajzat e reja, në vend që të investojnë në veten e tyre për dituri, në vend që të investojnë në veten e tyre për lexim, në vend që të investojnë në veten e tyre sepse tani është mosha ku ato e kanë kohën për ta ndërtuar imazhin e tyre, për atë se çfarë të njihen ato te publiku, për ta ndërtuar emrin e tyre, ato investojnë për ta dëmtuar emrin dhe për të marrë rrugën të cilën nuk duhet marrur. Tani në Shqipëri, policia dhe institucionet vepruan pak më me zë. Në Maqedoni, kjo është një lloj ngecje. Është një ngecje shumë e madhe, sepse institucionet nuk e kanë atë guximin të veprojnë ashtu siç u vepruan në Shqipëri.
Unë urroj që institucionet në Maqedoni të ngriten në këmbë, institucionet kompetente, qoftë Ministria e Arsimit, qoftë Ministria e Punëve të Brendshme, sepse këto vajza me patjetër që janë në një shkollë, këto vajza me patjetër që ndjekin mësime, sepse rasti ka ndodhur 1 muaj përpara, do të thënë është koincidencë, rasti ka ndodhur 1 muaj përpara në të dy shtetet. Do të thënë edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, i njëjti rast, e njëjta ngjarje, e njëjta formë, e njëjta mënyrë e goditjeve, e njëjta sken, do me thënë të njëjtat qëndrime janë në të dy shtetet në të njëjtën kohë. Dhe unë uroj që ky rast të ngritet, sepse me sa e shoh vajza 14 vjeçare është motivuar nga rasti i Shqipërisë, nga vajzat e Shqipërisë për të ngritur dhe për të shkuar të denancon historinë e vet. Unë uroj me zemër që edhe kumanovarët të kërkojnë të drejtën e tyre, por edhe prindërit, që në këtë rast më fajtor janë prindërit, të cilët nuk kontrollojnë këto vajza, do me thënë, të marrin vajzat e tyre në përduar, të krijojnë dinjitetin në familje dhe t'i kthejnë familjes, sepse ajo që ne po shohim në përjetës sociale dhe ajo që po transmetohet në përjetës sociale, më besoni që është e frikshme dhe është e tmerrshme për shoqërinë tonë në vazhdim. Dhe pyetja është ku po shkon shoqëria jonë? Shoqëria jonë po shkon nga dështimi i prindërve. Në momentin kur prindërimi dështon, sepse arsimi ka dështuar me kohë, po në momentin kur prindërimi dështon, atëherë shoqëria jonë arrijen në degradimin në të cilin ne jemi duke e parë sot, jemi duke e parë në këto video që realisht janë video të tmerrshme dhe shokuese dhe në përgjithësi na trembin ne si prindër që të shohim fëmijët në përshkolla se çfarë edukimi jepet. Do me thënë, edukimi është bazë, ndaç nga feja, ndaç nga besimi, ndaç nga rrugtimi, edukimi është bazë, është baza kryesore e një njeriut. Nëse ti dëshiron që të kesh një shoqëri të suksesshme, nëse ti dëshiron që të kesh një shoqëri të begat, eduko fëmijën tënd. Unë uroj me zemër edhe njerë që Ministria e Punëve të Brendshme të merr këtë rast më në dorë, sepse ky është një rast që shkon si nxirr, sot ka ndodhur në Kumanov, nesër do ndodhë në Shkup, pas nesër në Tetov, pastaj në Gostivar. Do me thënë, siç duket këto motivohen nga njëra tjetra dhe për t'i demotivuar, me patjetër që duhet krijuar një presion i madh i trembjes së tyre, se ndonjëherë frika edhe e mban kulturën e shoqërisë në nivel dhe shoqëria hec përpara në rrugën që duhet hecur. Andaj duhet të ndalojmë njëherë përgjithmonë këto raste, nuk duhet të mbështesim këto raste dhe duhet ju themi stop të gjithë ngjarjeve dhe gjërave të cilat janë duke lënë shenja të tmerrshme në shoqërinë tonë.